fillimi i protestës, të paktën nga orari zyrtar që është paralajmëruar, protesta e thirrur nga opozita përpara kryeministrisë. Shohim që zoti Berisha po takon të gjithë qytetarët, mbështetësit, simpatizantët që janë bashkuar në këto momente ambienteve të selisë së Partisë Demokratike. Shohim se do të ketë edhe një prononcim nga ana e tij përpara sa i drejtohet zyrave dhe ambienteve të selisë së Partisë Demokratike. Shohim që u prit me duar trokitje, me simbol të lirisë, me takime nga ana e mbështetësve, të cilët janë dhjetra të tillë përpara selisë blu. Kujtojmë që në orën 17 është thirrur protesta kombëtare e opozitës. Në këto momente kam në një lidhje të drejtë për drejtë Osman Stafën. Osman, të përshëndes sërish nëse arrin të më dëgjosh, nëse mund të ndash detaje dhe informacione të tjera lidhur me organizimin e protestës. Përshëndetje përsëri. Në selinë e Partisë Demokratike sapo ka mbërritur kreu i kësaj force politike Sali Berisha, i cili u prit nga mbështetës të kësaj force politike, të cilët kanë mbërritur në selinë e Partisë Demokratike, edhe në këto pamje të drejtë për drejta që shikonin nga obori i selisë blu. Janë mbështetës të cilët mbajnë në duar flamujt e PD-s, flamujt e Amerikës, apo edhe pankarta dhe do të presin tani më daljen e kreut të forcës tyre politike së bashku edhe me deputetë të tjerë për të nisur marshimin e protestën përpara kryeministrisë, protesta e dytë kjo për vitin 2026, protestë kombëtare e cila kërkon dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, zhbllokimin që sipas tyre po i bën pra Rama drejtësisë. Pra, sipas tyre, Edi Rama po bllokon drejtësinë për të mbrojtur Belinda Ballukun e për këtë arsye demokratët kërkojnë që të zhbllokohet ky ngërç i krijuar për mosmbledhjen e Këshillit të Mandateve, i cili do duhet të shqyrtojë kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Të paktën kjo është kërkesa e tyre, e mandej, thonë demokratët, kërkojnë krijimin e një qeverie teknike e cila do të sigurojë që vendi të shkojë në zgjedhje të lira e të ndershme. Të paktën kjo ka qenë deklarata e tyre publike, vijojnë të qëndrojnë. Sali Berisha këtë deklaratë e ka përsëritur edhe në protestën e 24 janarit, ku është shprehur se qeveria teknike është e vetmja garanci që në Shqipëri të ketë zgjedhje të lira e të ndershme, të pranuara nga të gjitha palët. Ndërkohë nga ana tjetër, Partia Demokratike pas vendimit gjykatës kushtetuese, themi vendim i cili një rezultat 4-4, nuk ishte një vendim, por një barazim i cili lën fuqi pezullimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku, e sipas Partisë Demokratike tashmë vetë zonja Balluku nuk është më në detyrë, edhe pse nga ana tjetër kryeministri i vendit Edi Rama nuk ka deklaruar në asnjë moment pra se do të zbatoj vendimin për të mos pra respektuar apo për të respektuar vendimin e gjykatës kushtetuese. Është Klevis Balliu, jemi drejt për